Kosovën, me Gjakovën, është dhe libri juaj, romani juaj, mund ta quaj Shkuara e pakryer, e cila është dhe autobiografi në një farmase, pra rrëfen historinë e gjyshës suaj, por është edhe një filozofi politike. Pra ju shkruani për amnezin individuale dhe amnezin kolektive. Kjo është një ndërlidhje që është pak e veçantë dhe më kujton edhe një autore tjetër, po Respektit Majt, që është debaton shumë Lea Ypin me historinë e gjyshës saj. E lexuar nga ju vjen si një lexim ndryshe i njëjtës histori. E vërtet, po, është një lexim komplet ndryshme i periudhës së komunizmit dhe asaj çfarë vjen më vonë. Por po flas për pjesën time, pastaj nëse duhet të diskutojmë edhe çështjen e zonjës Sypi, të cilës për të thënë vërtetën njerëzit më tepër se sa për ta kritikuar për librin, edhe unë kam pas kritikën time ndaj librit të saj. Në mënyrë të padrejtë e kanë sulmuar ad hominem me që nuk është diçka dinjitoze për të bërë, me thënë vërtetën. Ti mund të kesh argumenta kundër librit, siç i kam dhe unë, po jo kundër njeriu. Duhet të mësohemi që ta respektojmë njëri tjetrin edhe kur s'bim dakord. Dhe në raport me librin tim, është historia e gjyshërve të mi që ngelen të bllokuar në Shqipëri mbasi mbyllet kufiri në 47-48, si 95% e kosovarëve që ishin në Shqipëri në atë kohë përfundojnë me veri çonte nëpër burgje dhe kampe internimi dhe pushkatime disa. Kështu që edhe gjyshim kalon në burgun politik, familja persekutohet e gjitha këto dhe për 40 e diçka vjet, i vetmi kontakt që gjyshja ime ka me vllajën e vet, që ka njeriu më të afërt, e kishte rritur praktikisht vet, e kishte diku në fund viteve 70, ku shoqëron një ansambël kosovar deri në kufi, me zi e merrat leje, dhe e shikon nga 300 metra larg vllajën e vet. Kjo është hera vetme që shikon vllajën në këto 40 e ca vite. Gjyshi i vdiq ditën që i del pasaporta, dhe i matë, unë kam qenë aty domethënë, ja vëm pasaportën mbi arkivol. Do më vdiq pa i parë motrat, vëllezërit e tjerë. Thash kjo është historia e gjithë Gjakovës. Një qytet që jeton me shqiptarin, në një qytet që padrejtisht është ndarë dhe nuk është ndarë nga Jugoslavia, ka nevojë nga Serbia dhe Jugoslavia sa askush tjetër. Por këtë ndarje fatkeqësisht ja kemi shkaktuar komunizmin shqiptar. Pse kjo nevojë për letërsinë? Na ka është letërsia një mjet shprehje atje ku ndoshta gjua politike apo filozofia? Po, është një autor tjetër i Majt, ja e shef sa tolerant jemi ne të djathët që citojmë autor të Majt. Ti e nisi që në fillim me Karl Marxin. Provokacia. 2 herë ndi dhe 1 orë e prishur e tregon orën e saktë. Kështu që mund ta citojmë edhe të Majt, është Richard Rorty, i cili thoshte në një simpozium me autorë tjerë të famshëm, Simon Critchley, edhe Derrida aty, të arrin konkluzionin që dekonstruktimi i tezave sot, i asaj çfarë është universale, e dëmton të Majtën, në kuptimin që në momentin që ti zhduk universalen, çfarë ngelet mbas asaj universale. Ai nuk e thot, po kur ti e sulmon ose e shem universalitetin e tezave, solidariteti, barazia, kjo ajo, i shikon të gjitha si konstrukte shoqërore, siç është e Majta fakt. Çfarë ngelet pastaj? Unë si djathtë thoya vetëm që është ngelet është liria e individit për të zgjedhur vetë vlerat e veta. Do të thonë liria në këtë rast nuk është thjesht një vlerë midis të tjerash, po është një parakusht për ekzistencën e mbrojtjes së vlerave që ti mund t'i caktosh vetvetes. Te nuk e thot ai, kuptohet? Gjëja që ai thotë është ne jemi të Majt, e duam të Majtën, e thotë por nuk kemi asnjë bazë universale për t'i mbrojtur. Domethënë ne nuk kemi ndonjë legjitimitet ekstra në raport me djathtë që duan të mbrojnë lirinë, ne duam barazin.